Miq të Pasmës Natës, unë kam kënaqësinë të flasim për artet pamore. Këtë herë kemi një artist nga Kosova, I cili përsë pari ekspozon në Tiranë dhe ka guxuar fort. Ka nisur, mund të themi, 10 vite më parë për të prekur jetën dhe vdekjen. Kjo fundit nuk na pëlqen fort askujt, por nga ana tjetër është një duel I pashmangshëm që ne jemi të gjithë toksor për të shkuar më pas në jetën e përtej me kush beson, kush është ateist jo. Por ai ka shpalosur pikërisht të dimensione në artin e tij që shpalos në Tiranë, por duke na sjellur jo vetëm fushat e djegura që I ngjallin, le të themi luftën, por kemi edhe plagë të forta që ka lënë shihet jo të bukura te gratë lufta. Ka edhe nostalgji të fortë e lidhje me qytetin e Gjirokastës. Të gjitha këto do I zbulojmë me Faton Kryesiu. Mirë se erdhe këtë Pasmës Natë. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Pasmës Natë ti shijon? Pikturon? Si është një Pasmës Natë Faton Kryesiu kur nuk është në Tiranë mes mysafirëve, duke takuar miq e duke pirë? Okej. Unë përkundër shumë artistëve që punën e bojnë natën, unë jam I kundërt me ta, më thonë. Unë punët më të mira dhe punën më të madhe e bëj në mëngjes herët. Në çfarë faze? Në atë kapërcyllin që është duke dalë një ditë e re? Unë zgjohem mëngjes dhe shkoj në studio, vazhdoj pikturoj pa deri në orën 1, 2, 3, domethënë kam atë punën më të madhe që e bëj. Ke fazën më Po, domethënë jam shumë më I freskët dhe di shumë më saktë se çka kam me bë. Mesnata nuk ka qenë, nuk më ka ofruar asnjëherë atë pjesën time që unë muj me. Mesnatën po mendoj që shumë artistë kanë shfrytzuar kur kanë qenë vetë që ditën e kanë shfrytzuar dhe edhe kanë pas pjesën tjetër për me vazhdu punën e pikturës. Unë jam piktor që nuk bëj ndonjë punë tjetër, kështu që gjithë dita është mja kushtu pikturës në rand parë. Kështu që kjo më ka përcjell qysh son kom qenë student, prej ligjëratave të hershme që unë kom shfrytzuar ateljen e fakultetit të arteve dhe kjo më ka mbet prej atëherë, domethënë. E ke kështu si trashëguar, ka mbetur si një lloj rutine. Që disa vite domethënë që më shumë se 20 vjet domethënë e pikturoj këtë pjesën e ditës e kam shumë më të fortë, kam pikturuar edhe natën. Atëherë natën e shijon në aspektin e të reflektuarit, komunikuarit me njerëz. Të komunikuarit, po me thënë drejt edhe mendimet janë shumë të rëndësishme gjatë. Me kënda. Edhe me këndan, po edhe me vetën në kuptimin se artisti mendoj që jo vetëm se duhet të rri në studio, por duhet të mendoj gjatë gjithë kohës se çka tutje. Kjo e bën më të mirë dhe më të fuqishme atë pjesën e mendimi, domethënë e zhvillon shumë ato dhe ti bëhesh një kritik shumë I madh I vetës që kur fillon me pikturu ti vetëm e ke mendu një gjë, domethënë je më I fuqishëm kur ti e mendon vazhdimisht punën. Me pak fjalë natën e pas ke për aspektet meditative. Ashtu mendoj edhe unë që natën e shfrytëzosh për mendimet edhe për artin në përgjithësi. Je nga ato artistë të cilët e ke të qartë fillimisht idenë çfarë do hedhësh në telajo apo ja lën momentit? Të qartë gjithmonë mendoj që çdo artist e ka idenë afërsisht të qartë, po gjatë rrugës ndodh që ndryshon. Është e vështirë me mbërri atë 100% ato qysh e mendon në kokë. Sepse gjatë rrugës ndodhin kështu efekte të ndryshme që dalin që në risi që ti mundohesh si artist mi rujt ato, se gjithmonë çdo pikturë që e bën mendoj që ta sjell një tjetër, si me thonë, të shtin me një lojë tjetër që ti të provokon a mundesh me rujt ato, me bo si pjesë tonë, është shumë e rëndësishme. Ta kesh të brendshme, mos jetë diçka artificiale. Jo, artificiale s'punët në qenë përderisa e hulti nga brenda, po nëse më rinë edhe një gjë e re që del me shfrytzu me marë për vete, do me thonë menoj që është një aftësie një artisti. Një kombinim I mirë. Po. Do ndërpres pak, ju ftoj të ndjekim një insert mbi Fatonin dhe ekspozitën në Tiranë dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën për art, një artist I cili jeton vetëm për pikturën dhe me pikturën.
Jeta dhe vdekja sjell për herë të parë piktorin kosovar Faton Kryeziu në Tiranë. Megjithëse ka hapur mbi 20 ekspozita personale përveç vendlindjes dhe Ballkanit dhe në galerinë kombëtare të Prishtinës, Gjermani e Belgjik, përballjen me publikun e Tiranës e ka përspari. Jeta vdekja është binomi më i zakonshëm i vazhdimësisë, është më i rëndësishmi i fillesës dhe i mbaresës. Artisti shqiptar i Kosovës në këtë ekspozitë vjen përmes 30 pikturave, të cilat shpërndahen dhe organizohen në disa segmente me përmbajtje figurative sa individuale, aq dhe të kushtëzuara për të qenë aktiv në linjën e qëllimit të ekspozitës. Thelbi i kësaj ekspozite është kalvari jetësor i njeriut dhe i tokës, ku ka lindur, shkaktuar më parë nga jeta e vdekja, fushet e djegura, ku personifikojnë luftën e shkatrimin, jetuar edhe në sytë e tij, por nuk lëm më njan, as dramën e femrave të përdhënuara në luftë. E nga ana tjetër, piktori ka edhe një lidhje personale me qytetin e Gjirokastrës e Veçmas, me shkrimtarin e madh Ismail Kadare. Faton Kryeziu ka lindur në Prizren në vitin 79, nga vitin 98 deri në vitin 2004. Studioi dhe përfundoi studimet master në degën e pikturës në Akademinë e Arteve në Prishtinë. Me eksperiencë në mësimdhënie, Faton Kryeziu është angazhuar në përcjelljen e dijeve të brezave të rinj në fushën e vizatimit të pikturës. Ai ka realizuar 20 ekspozita personale, gjithashtu dhe 30 ekspozita kolektive. Është fituesi 2 çmimeve për arritje të suksesshme në pikturë dhe çmime në ekspozitën Arti Islamik. Gjithashtu ka fituar dhe çmimin për dizajnin e skulpturës Trofe në edicionin prestigjioz Art on Ice në Zyrit të Zvicrës. Mbi 400 vepra të tij janë pjesë e koleksioneve private në vende të ndryshme të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Korenë e Jugut, Gjermaninë, Zvicrën dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo është një përmbledhje që ne kemi për mbi ekspozitën dhe jetën tuaj. Dhe në fakt të pash, pak sa që duket kur shfleton veten dhe shef se nuk ka njeriu kohë ndonjëherë me reflektu, të emocionoj pak ky udhtim? Po, me thënë drejt po. Ti do të më thush pse. Mendoj që artisti duhet në momentin që mbrin me ekspozu me një galeri të tillë, siç është Galerit Goca, që kushtet për ekspozimin e punëve, sidomos të mia të formatit të madh, se unë s'kom rri asnjëherë me i pa pikturat e mia kështu se domethënë duhet me pas hapësinën e duhur. Patjetër. Kështu që kjo galeri ma ka ofruar ato edhe në momentin e parë që e kom pa, unë e kom pa që kjo është veni ideal për mua. Dhe kurimi nga Suzana Varvarica ishte jashtë mase estetik, duhet ta themi këtë. Po, patjetër. Dhe ka qenë një marrëdhënie bukur mes jush? Po, Suzanën unë e njoh që disa vite, ka bërë dhe librin për punët e mia, Tension dhe emocion, para disa viteve. Ka hapë edhe një ekspozit tjetër që e kom pas personale në Prishtinë. Dhe me këtë ekspozit të fundit, domethënë, kom pa edhe vlerën e saj si kuratore më shumë se sa herave të tjera. E ke parë si studiuese? E ka bërë një kurim shumë special, mendoj. E vërtet. Edhe ka dalë për ekspozitave më të mira që unë kom bërë, kështu që... Do ndalem pak te dualizmi që ke, mes jetës dhe vdekjes, tensionit dhe emocionit. Pse luan kaq fort me dualizmin? Në fakt, edhe vetë njeriu është fij njerëzore, mashkull femër. Është një dualizëm. Po. Apo ja? Po, e vërtet. Unë këtë temë kom fillu me prek, si me thonë herën e parë para 10 viteve që i bjen në 2015. Është piktura e parë në sallën e parë, është pikturë e vogël që unë e kom fillu krejt rastësisht. Ka ndodhur rastësisht duke kalu me një periferi të Prishtinës, unë e kom pa që diçka po digjet dhe jam ofru shumë afër me pa, dhe e kom pa tymin edhe flakën, e kom pa tu djegë, dhe për një moment jam kthy edhe në fëmijërinë tem se... Te lufta? Jo, ma herët se lufta, që e kom pa që digjen arat. Për shkaqe të ndryshme bujqit që i përdorin, po mu më ka kthy edhe te lufta, mas ne që unë e kom fillu edhe e kom mendu, e kom shtjelu, si me thonë, një kohë të gjatë, qka i duhet, qka është e kundërta e kësaj djegjes, që më ka qume një herë të lufta. Unë luftën e kom përjetu, me thonë, kogja vështirë,
Kur i mi këthy, do më thonë, kom pa shtëpi të djegura, ara të djegura, të braktisura, po me gjithë ato, qka ka linë tjetra, ose qka kom pa tjetër, ka qenë që jo gjithë qka digjet, jo gjithë qka është rënuar, gjithmonë kam betë edhe diçka që shenja shpresës. Shenja shpresës, që ta ka dhonat ndjenjen që jo gjithë shka përfundon gjithëherë dhe është ajo shpresa që fillon, duhet të filloj diçka tjetër. Piktura tjera që ju i keni pa janë edhe disa prej, unë e kam sjell vetëm njënën, se s'kam mujt me sjell më shumë për shkak të hapësirës edhe kurimit që është bë. Janë lejlekët që i kom marrë duke i ndërtu folet e tyre. Mënyra që ata i ndërtojnë me sa mund edhe me çfarë dashurie e bojnë ato. Unë i kom pa njerëzit pas luftës kur janë kthy që s'kan gjetur kur gjona për shtëpitë e veta, edhe me dashurinë edhe vullnetin e madh kanë filluar jetën edhe sot janë në për jetët e tyra më mirë se gjithëherë tjetër. Dashi pa dashi, ju keni qenë në një moshë 18 vjeç kur ka ndodhur lufta. Kështu që të vjen si kujtesë gjithçka çfarë ka ndodhur. Si ke jetuar atë periudhë kohe? Unë vitin 98, do me thoni bjen pak para se me fillu lufta në Kosovë, unë pata regjistru Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Ka qenë koha prej më të vështirave që kom përjetu. S'kemi pas mundësi as medalë, s'ka pas fakultet, objektet e fakulteteve kanë qenë të gjitha të mbyllura që i kanë shfrytzu vetëm ata për vete. Shtëpit që i kanë dhënë njerëzit janë shfrytzu për shkolla, për fakultetet, do me thonë njerëzit kanë qenë njerëz shumë të mëdhej që e kanë lëshu shpinë e vetë për me shfrytzu për fakultete ose për shkolla. Unë vitin e parë kom fillu ashtu bile ajo ëndra jam që kur shkoj në fakultet të arteve kom me qenë ai fakulteti me ato atelierët. Me ato atelierët si unë që i kom mendu, po më ne ëndra e një triu. Dhe ka ndodhur dhe kundërta kur kom hi, do me thonë kom pa që është një shtëpi e thjesht që aty duhet me fillu ose me kry fakultetin, kështu që. Megjithatë, në kushte të vështira, ndonjëherë njeriu nxjerr dhe më të mirën e vet edhe në art. Sa të ka ndihmuar dhe kjo, sepse arti i mirë nuk lind në luks. Lind në skamje në pjesën më të madhe ose në pjesë dramatike. Po, shumë e vërtet. Kjo është shumë e vërtet, po atëherë muj me thonë që kemi qenë në kohën kur ne kemi dashur artin me vetë faktin që kemi rrezikuar. Unë kom rreziku me shku prej Prizrenit në Prishtinë se nuk e kom ditë çka mpret për me shku me studiu atje. Domethënë ka qenë një dashni qaq e madhe sa më thonë sot që kime me ndjetë njëjtën gjë, kime rreziku me shku deri në Prishtinë. Shkoja me makina rasore, me autobus, me çfarë? Me autobus, bën të 3 orë ose i binte në për rrugë tjera se disa rrugë ishin të bllokuar prej forcave serbe s'lejshin me kalu, domethënë ka qenë një gjendje e tmerrshme. E mban mend çka ke pikturuar përpara pikërisht në atë universitetin e improvizuar në një shtëpi pasi gjithçka ishte e djegur, rënuar asë kohë edhe në Prishtinë nga lufta? Po mendon kur e kom regjistru fakultetin. Po fillimisht kemi pas këto tema se pasi që ajo shkollë, fakultet, kemi pas të natyrat e qeta, vazo e kështu po mendoj. Piktura të tilla. Piktura dhe vizatime, po në portrete, akte e kështu me radhë. Megjithatë, ajo çfarë më bën përse ju besoni si individ në jetën e përtejme? Po, besoj në Zot dhe besoj që ka edhe jetë të përtejme. Sepse gjithmonë edhe në pikturë, kur bën luftën, ose kur bën edhe vdekjen nga ati në dhe të një individit, ju e lini atë pjesën e besimit që shpirti diku shkon. Beson në shpirt, fatoni? Po, në ato mendimet e mia besoj në shpirt. Besoj që diçka del pej trupit në momentin që vdes një person. Qaj shpirti, pjesa e mbrëmshme, mendoj që ik prej qasaj pjesës e trupit, ku shkon ato, nuk e besoj që edhe ndikosh, po dikon shkon. Mendoj që shpirta takohen dikon dhe flasin. Ju keni dedikuar edhe artit islamik mos gaboj një ekspozit? Po, atëherë unë kam qenë student atëherë, edhe ka qenë një ekspozit kështu si me thonë, me shpërblime, kush mundet me fitu. Unë atëherë pa ta nuk kom bona, nuk e kom pikturu as gjamin, as nuk kom pikturu diçka rreth. Nuk pikturohet fytyra si pas artit islam, sepse e vetmja që është Muhameti, pikturohen më shumë florale, lule, si që kanë edhe gjamit, dekoret e tyre. Po, do me thonë gjithmonë veç me dekorime, po unë në atë kohë do me thonë
i kom bëm, nëse nuk gaboj ka qenë diptit, 2 piktura që kanë qenë vetëm me ngjyrën e gjelbërt që kom lujtu në prej asoj ndjenjes së mbrëmshme. Nuk ka pas figuracion, s'ka pas kurgjove, ka qenë ngjyra e gjelbërt se pata. Si monokrom? Po. Do më thonë, ka pas edhe nuansa tjera, jo bashkë monokrome, po puna është që aty mi ju ka do shumë interesant se edhe vetë arti islam si që edhe thatë ju nuk ka figuracion. Unë kom lujt me forma abstrakte me ngjyra të nuancës ose të ngjyrës që i përket të artit islam. Po ju bëni portrete, nuk jeni besimtar në këtë pikë deri në atë masë. Unë besoj në Zot, po jo edhe me ndase se cilës... Sepse arti nuk njeh limite në pikturimin e vetë. Në fakt, ajo çfarë më bëri përshtyp për te fushave që ishin të prekshme, duket ai dheu dhe vërtet sa shumë do ta kesh kërkuar atë ngjyrë për dalë, ke pas një luftë edhe me veten për ta përafruar. E kom ndje shumë. E ke ndjer? Po, e kom ndje shumë. Thash edhe më herët që unë jam... Edhe është ndër ciklin shumë të preferuar edhe nga artistë të tjerë e kuratorë studius arti, ai le të themi i arave të djegura. Po, secili e përjeton në mënyrën e vet, normalisht. Po unë mendoj që e kom pru Kosovën, ajo është Kosova, unë ashtu e shoh dhe besoj që edhe kush e njeh dhe kush e ka përjetu pak si unë e din më njerë që qaja është Kosova. Fushat që i ka Kosova, dhe më thonë njën ato që i kom pru unë aty. Dhe më thonë, shumicën e pikturave, unë kom bo fotografi, ku kom pa dikon që ka diçka, unë e kom pa dhe kom hi dhe kom preke dhe kom shkele dhe kom hullum tu qka... Nuk ke pikturuar në natyrë fix? Jo, nuk dalë. Nuk je nga ato? Jo, nuk... Mendoj që ajo është diçka tjetër, mendoj. Kënë të pleneri, pastaj? Po, kjo që ti she, akumulon me kohë të tana. Edhe ti e reflekton e demonstrat në piktur, mendoj që kjo është një art tjetër, tash nuk ka lidhja, a është pejsazh asoj, po është mundet me qenë pejsazh, po mundet me qenë pejsazh i ndjerë. Edhe kjo që shohim tani, është, le themi, si një gjë shkret, dy korba, bashkëbisedim në një qiell me të thënë të drejtën shumë të razuar. Po. Edhe kjo është një pikturë që ju ka bërë shumë përshtypje njerëzve. Kjo është divani im që ka qëndru për disa vite tonë në studio, si shrihet është edhe me ngjyrat. Me ngjyrat, po. Aty ku unë kom qëndru, mas asaj që kom pikturu, dhe me thonë është ajo pjesa aty ku dihet që unë kom najt ma shumë. Kurbat kanë qenë një seri që unë e kom pikturu ma herët. Toka djegur është toka e djegur që lidhet me pjesën tonë. Kjo e ka dhe një ngjarje që ne kër jemi këthy për luftës, kemi pa divane, tavolina, karriga, që njerëzit kanë hy në për shpi, kanë thy, kanë tentu mi marë, kanë mbet rrugës. Dhe më thonë, kom pa, këto nuk e kom pa sakt këtë piktur, po kështu, ngjaj shumë kom pa, edhe në momentin që përmena atë shkëndin që unë kom fillu me mendu për këtë temë, mu ka kujtu edhe kjo ngjarje afërsisht që kom pa. Me pak fjalë, reminiscencat të shkuarës të fëmirisë kanë qenë si hije që të kanë shoqëruar në këtë pikturim? Po. Muj me thonë edhe kështu, po gjatë rrugës do me thonë, gjatë rrugës... Ajo pasurohet? Po, ajo pasurohet edhe mendohet. Tash mendimi edhe kjo që unë kom përjetu me vite dhe akumulimi dhe me thonë ka arë që me u bo kjo ekspozit, mi pas 2 binomet për mënej edhe jetën edhe vdekje. Për te i Kosovës, unë shofë që ti ke edhe copza Shqipëria. Po, unë menoj që Kosova është Shqipnik, që nuk e shoh. Jo, e kisha në aspektin absolutisht ti je piktor shqiptar. Po e kisha fjallën që edhe geografikisht e ke sill në këtë formë. Për shumë, i mahnitshëm vjen mrizit e kjo, është ambient që ti e shijon? Po, unë në fakt edhe shëtitjet edhe pushimet që i bëj vetëm në... Duke vëzhguar? Në Shqipëri, gjithmonë duke vëzhguar. Ku të që shkoj po vetëm në Shqipëri, unë e du Shqipërinë shumë, jëm rrit me Shqipërinë. Unë si fëmi jëm rrit duke e pa vetëm televizionin shqiptar. Na s'kemi pas kanal tjetër. Na kemi pas vetëm kanalin të TV-s. Që na jemi rrit me filmat shqiptar, me lajmet e Shqipërisë, me dokumentet, me gjithë që ka prezentu televizioni shqiptar. Enver Hoxhën e ke njëjtur nëpërmes ekranit? Po, edhe e kemi dashur shumë. E keni dashur shumë? Kosovarët kanë dashur Enverin, pak e habitshme, ai na ndau. Kosovarët e kanë dashur Enverin, Agja em është marrë disa herë në pyetje pse e ka ndëgju televizionin shqiptar.
Ne kemi dashur, njerëzit vazhdojnë ta dojnë akoma. Kjo ka qenë normalisht si pasojë asaj që ne kemi qenë të pushtuar, edhe ne vetëm dritare që e kemi pas që na ka marrë gjallë ka qenë televizioni shqiptar dhe Enver Hoxha. Kjo është pak absurde. Por është e vërtetë. Nëse kemi ditë çka ndodh këtu. Nëse kemi pas mundësi me ndodh këtu, ne veç e kemi ndruar Shqipërinë. Unë e di vetë kur kom fol me babën tam edhe me axhën tam për Shqipërinë, ata kanë thonë, a është e mundur një herë veç me shkel koma jo në Shqipëri, kështu që tash bëhet realitetun vi këtu dhe ekspozoj, domethënë kjo është një ëndër e jamja që unë kom pas si fëmijë veç me ardhmë janë në Shqipëri, kështu që edhe kjo ekspozitë që ka vërtet e bukur se është e para. Po, është e para, unë e kom cekë edhe më herët që është për ekspozita më të rëndësishme për mua. Në cilin do vend të botës nëse kisha pas një ekspozitë, nuk isha një me lumtur se në Tiranë, kështu që për mua është kënaqësi shumë e madhe. Që ka shumë e vërtet e bukur. Kur ke prekur më pas Shqipërinë për së pari? Gjatë luftës, kur kemi ikë gjatë luftës. Keni qenë Po, unë kom marrë mas pari në Shqipëri gjatë luftës. Ku ke qëndruar në çfarë qyteti? Në Tiranë. Në Tiranë. Kështu që e njihje Tiranën. E njeh, Po ke edhe një lidhje me Gjirokastrën? Po. Nëpërmjet Kadares apo sepse di pash dhe portretin që i kishe bërë. Portretin e Kadares e kom bërë kështu me shumë dëshirë, duke ditë që është një vlerë pa kontestueshme e popullit shqiptar. Kom dashur m'ia bëj një portret në kuptimin e asaj me dhënë unë maksimumin që me mbet një portret i tillë që unë kom qef që ai titurohet një institucionit që më bën emrin e tij ose diçka se isha vënë me dëshirën më të madhe. Po Gjirokastra që ceka edhe më herët neve na ka bërë përshtypje atëherë shumë. Se Gjirokastra po më Gjirokastra Enverit, Gjirokastra Kadares, festivali i Gjirokastrës që na jemi mbledh dhe kemi pa krejt familja bashkë dhe kemi Eduard Trokit që ka qenë për neve një tash që vetëm ja dritare për me mbet edhe me qëndru shqiptar, ka qenë televizioni shqiptar, kështu që jemi rrit me atë frymë jemi rrit ashtu. Edhe Gjirokastrën e kom vizitu disa herë, edhe është për qyteteve më të bukura shqiptare mendoj unë. Sa kom shku jem një mas mirë dhe unë jem kënaq gjithmonë atje, kështu që kjo është lidhja me Gjirokastrën që e kom. Po që e kom pikturu Gjirokastrën dhe Kosovën, prapë po dalë aty që për mua është si Gjirokastra, si Prishtina, si Prizreni, si Tirana, për mua është një, kështu që unë nuk e shoh. Du të pyes vetëm një gjë. Edhe kur më kanë thonë që ti mirë se erdhe se je musafir këtu, më thonë jo, nuk jam musafir, jo, unë jam në shtëpinë tam, kështu që pa absolutisht po, ne jemi shqiptar. Po, patjetër. Ideja është këtu, kur jeni njohur me këtë historinë e vërtet të Enverit, sa je zhgënjur nga ajo që e ke Eduard Trokitër, e keni dashur si familje? Po. Me thonë drejt, baba em edhe hoxha em kam rime kur janë hap kufit me ardhme një herë me pa. Normalisht që ka qenë ai dëshpërimi edhe ajo, se na kemi pa mas një që nuk ka qenë njëjta ngjarje për çka ajo çfarë përcillej. Ajo çfarë përcillej, po me thonë të drejtën, kur dikon e dën me një kohë të caktuar shumë, edhe tash s'po them ai njeri, po ajo kohë neve na ka mbajt gjallë, është shumë e vështirë me hek me një herë prej mendjes edhe prej zemrës. Ke urrëti sot? Që të ka lënë të shkëputur prej Shqipërisë gjatë, pikërisht edhe figura e tij? Sipas fakteve historike? Jo, urrëti s'më thonë që kam. Por dëshpërim po? Dëshpërim më me pas dëshpërim për atë kohë që unë nuk e kom përjetu, po mendoj që politika asaj kohe nështë për juve ka qenë e vështirë me përjetu, po mendoj që e ka mbajt gjallë Shqipërinë dhe sot Kosovën që jemi këtu bashkë. E beson këtë? Po, e besoj. Okej. Për aq sa kom pa, për mënyrën që unë jam rrit, mendoj që ajo ka qenë një fazë kalimtare për me ardhur na këtu ku jemi sot. Por shumë gjakatare, për shumë kënd. E kuptoj. Dhe dramatike. E kuptoj, po jemi të rrethuar mes armiqve shumë të mëdhej që nuk na kanë lënë asnjëherë me pa dhe me përjetu ato çka sot po përjetojmë. Ajo çfarë të lën përshtypje prapë te kjo ekspozitë që lufta ka gjithmonë dramën e vet. Përveç humbjeve, nuk e di a keni patur edhe ju në familjen tuaj tragjedi të tilla, keni jetuar humbjet personave të afërt në luftë? Axha im është vrarë në vitin 1992. Gjatë një aksioni ka qenë për njerëzve të parë që
që ka sulmu policinë e Serbisë, kështu që kemi pasur, kemi vujt shumë herët këtë punë, edhe gjatë krejt viteve me radhë, me thonë kemi qenë familje që prej Serbëve kemi qenë në shënjestër vazhdimisht kanë arë, në kanë bastis, në kanë boshë gjana. Kështu që keni jetuar dramën në lëkur, le të themi. Por nuk e lënë në një anë edhe dramën e grave të përdhunuara në luftë. Madje është një pikturë mjaft e fortë, ku duket në pikpamjen e parë një femër e cila përpiqet me dal nga ajo traumë, ju i keni vendosur një korp të zi që është kobi i saj përdhunimi. Si ka ardhur kjo pikturë? Du u njohur me këtë fakt dhe me këtë histori dhe më pas ta plazmosh në art? Po, unë mendoj që ajo është pika më e ndihshme e luftës së Kosovës, që shumë pak kush e ka prekur se e ka mendu këtë punë. Lufta mes burrash është luftë e drejtë e ranë, po luftën e bojnë burrat, po në momentin që preken gratë dhe fëmijët, atëherë aty nuk mendoj që është shumë pjesë e ndihshme. Jo rastisht e kam vendosur nga pjesa mrapa se ato që e kanë përjetuar nuk dojnë ose nuk kanë pas asnjëherë kështu guximin me shpalos fytyrën e saj. Po, e ke lënë pak sa mister, pak flu. Kështu që është një temë shumë e ndihshme në Kosovë, kështu që mu ka dashur masi këtë ekspozitë e kam fillu, mu ka dashur me prek pak me dy piktura në këtë ekspozitë si temë që është mjaft e ndihshme. Kështu që jam mundu edhe femnën me shti në këtë ekspozitë, prej gjitha atyre që ka unë kom bon, ma herët kom pikturu edhe korbat. Kështu që gjithë që kom marrë nga pak për me mujt me bo një kompletim të kësaj që ka unë kom mendu me vite me radhë për me ardhë deri te kjo ekspozitë. Sa më pas ka patur edhe dëshmitare që i kanë dëshmuar edhe dhunën fizike e seksuale. Po, shumë e vërtet, po pjesa më e madhe e grave që i kanë përjetu këtë punë, do me thonë as nuk janë gjendje as me i tregu dikujt që i ka përjetu, kështu që është shumë e dhimbshme dhe shumë e fshehur nga ana atyre, që është shumë normale. Edhe traumë më fort, sepse kur e artikulon mbas edhe nxjerr nga vetja. Po, shumë e vërtet, po besoj që është shumë e vështirë për to që kanë përjetuar edhe. Ke njohur ndonjë prej grave që kanë përjetuar dhe ta kanë rrëfyer një gjë të tillë, që të ka dhënë ngacmim për të bërë këtë vepër? Jo, nuk kam njohur, po kam dëgjuar prej të afërmëve që për dikon për shembull që e ka përjetuar ato dhe normalisht kur e përjeton vetë luftën dhe një diçka tjetër që ndihjon, domethënë ajo veç të jep edhe më shumë, domethënë atë dhimbjen që ti nesër e demonstron edhe çat në pikturën në këtë rast. Faton, ti ke arritur ta krijosh profilin tënd, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Madje mbahet mend edhe në Zvicër. Ke patur edhe sukses, ke marrë një çmim shumë të rëndësishëm. Si ke përjetuar këtë faktin që ëndrat e tua fillojnë edhe marrin formën e vet, pra ti jetosh vetëm me pikturë? Dhe si ka qenë eksperjenca në Zvicër? Po, kjo është mjaft e rëndësishme. Kjo është mjaft e rëndësishme jo vetëm për mua, është shumë e rëndësishme edhe për gjithë artistat që merren me art. Unë jam mundu edhe disa prej studentëve të Akademisë së Arteve që kemi diskutuar, jam mundu mi thonë që nuk duhet neglizhu, nuk duhet me lanë edhe një punë më e vogla që të ofrohet, se ti nuk e din kur piktura vizatimi udhëton në përbot. Mjafton dikush që e sheh mundet me i pëlqy ajo punë e jotja, kështu që mu më ka ndodhur krejt rastisht. Unë kam bërë një portret për një shok temin që më ka thonë, mundesh ma bërë një portret se kam me qenë një dhuratë në Zvicër, unë kam bërë portretin qashtu që unë kam ditë mas mirë. Kështu si që ke ndjerë? Po. Edhe qaj person që ja ka bërë dhurat, është një për njerëzve shumë të pasun atje dhe ka thonë, kush është taj që e bërë këto, se po më duhet edhe për gjana atje. Edhe më fillon do me thonë me diska krejt të vogël, nga një rastësi. Për që ato mendoj që nuk duhet më ullshu as një rast me thonë, jo, kjo s'ka përfitim ose diçka. Dush me bëjt çdo punë që të ofrohet me kënaqësi shumë të madhe, me dashni shumë të madhe për me prit nesër një sukses. Në fakt, çfarë është sot piktura për ju? Piktura, unë si i ri e kom pas ëndër me qenë piktor. Pa traditë familjare? Pa. Tash është profesion,
tash është gjithçka, unë e lidhi gjithçka me pikturën. Unë e lidhi gjithçka me artin, gjithçka që edhe këndo që takoj, unë kam i fol për artin, dhe me thonë jetoj me ta. Ti shikon gjithë me syrin e artit? Po. Nuk ishte ndryshe? Ka qenë, po, normalisht. Ka qenë koha kur unë kom bo vetëm portrete, një kohë caktuar, edhe me kom najtë unë e kom pa në pëlhur, dhe me thonë, edhe nëse se kom pikturu, e kom pa në qatë gjendje, që shpikturu. Shpresoj mos dali në një pëlhur që kundi. Po, se mundet. Nga biseda jonë. Është te për shaka. Ideja është këtu, tension sa ka artisti, përpara se sa të dalë në një ekspozit, se ti tension dhe emocion si menaxhon, se ti ke bërë një vepër për këtë. Janë dy gjendje shumë të rëndësishme për një krijues. Tensionin vetvete që të mban dhe emocioni. Edhe këto të dyja shkojnë bashkë, sigur binomi me këtë jetën dhe vdekjen. Pa pas tension dhe emocion nuk bëhet asnjë vepër. Do më thonë kjo pjesa e mbrëmshme, nëse nuk e ka emocionin, nuk mundesh me pas edhe tension që me bë ato. Tash, këto janë shumë të lidhura njëra me tjetrën, kështu që besoj që edhe titulli që e ka zgjedhë Zana, që mu më ka pëlqyer shumë normalisht, është që kjo që ishtë dashur me vlejtë edhe për shumë artistë, se titulli tension dhe emocion për mu do të thotë shumë. Se nëse qëndrojnë të dyja atër, padyshim që do të me dalë një vepër e mirë për saj. Përgjithsisht temat që ke shpalosur këtu janë jo vetëm lokale, po janë universale. Pra, lufta përjetohet edhe sot kemi luftë në dy zona shumë të nxehta, kështu që dashje pa dashje vepra nuk lokalizohet, po merr trajt universale dhe është një qëllim ky edhe për ju? Apo keni dëshirë të keni edhe ADN-n e vendit tënd për ta shpalosur për te kufive? Unë mendoj që kjo ekspozitë është pikërisht ADN-ja e vendit tim. Unë kam edhe piktura kur nuk pikturej figuracion, kur nuk pikturej pejsazh. Po, e kishe edhe madje edhe formën e piktuarit ndryshe. Pra pikturon edhe me duar dhe me këmbë. Po, ajo është një pjesë ku unë nuk du me ditë në momente për kur gjë. Ndjek ato çka më thot aja mbrëmshme jam, edhe nuk më intereson çka del ose si del, por domethënë veç ndjek deri në fund ato. Ka japonez që kanë pikturu kështu, ka gjerman që kanë pikturu kështu, me këtë forcën edhe ndjenjen që e kanë pas, po e kam atë fazë kur më vjen dhe e bëj, nuk e ndaloj, po kjo ekspozitë besoj që është pikërisht Kosova dhe vendi jam. Ndërkohë që në Zvicër kishte atë gjendjen tjetër. Në Zvicër... Një formë performative gati, edhe piktori që ka një lloj jashtë penelave klasik. Po, Zvicër ka qenë shumë interesant, se ka qenë si me thonë, një sfidë shumë e madhe, se atje bëhet art shumë më tjetër, dhe atje është shumë e vështirë me taku njerëzit që të pranojnë letë në rrethin e tyne. Ata janë pak konservativë dhe me thonë që duke i përshkru këta si janë ose si orgjendja atje, unë mendoj që kom ri me pas mjaft punë të shumë njerëz të rëndësishëm atje. Zvicra më ka dhënë shumë mundësi me bë pikturën tem, me eksperimentu shumë. Kontaktet që i kom pas më kanë bë me unë një ma mirë, me jetu shumë mirë pe pikturës, pe artit tem, që asnjëherë nuk më kanë thonë që duhet me bë këto, apo këto, më kanë thonë ti bëna ato që ti njën, edhe ato piktura janë tona. Do me thonë, ka qenë një mundësi shumë e mirë. Mundësi shumë e mirë për me vazhdu edhe me forcu hala bindjen ta ma shumë që duhet me vazhdu edhe me pikturën, me kur gjë tjetër. I beson shumë pikturës kavaletit, edhe kur e shikon formën është shumë moderne. Sa forcë ka sot peneli që mos të lëkundet edhe nga teknologjia që ne shohim sot, inteligjenca artificiale, tjere. Sa beson të kjo forcë e penelit? Unë kom besu. Këto e kom mendoj që edhe kom dëshmu. Janë 20 vite që unë e kom përfundu magistraturën për pikturën në vitin 2004, që prej asoj kohë nuk kom bë asnjë punë tjetër për pas pikturës. Kështu që këto mendoj që e kom dëshmu, nuk lëkunda në asnjë mënyrë, le të vjen edhe inteligjenca artificiale ose çka do që të vjen në një pikturë edhe me ngjyrë, me brush,
Emocion brendshëm. Me emocion, kjo është ajo që unë mendoj që nuk thejet me asnjë gjë tjetër. Unë nuk mendoj që teknologjia mundet me mri me mujt shpirtin edhe ndjenjen e brendshme, në asnjë mënyrë. Unë mendoj që përkundrazi mundet mi dhon forcë më të madhe asaj ndjenjes që ajo s'mundet me bë. Në rrugtimin tuaj 20 vjeçar, ke njerëz të cilët vërtet të kanë dhënë atë çfarë je mirënjohës sot, qoftë pedagog, qoftë artist? Po, patjetër. Kush janë ato? Ka shumë njerëz në fakt që unë kom marrë për tyme, që unë kom mësu për tyme, që unë kom pas përfitimet e mija për atyme njerëzve. Unë kom shumë klient në Prishtinë që më kanë, me një farë mënyrë ata më kanë bajt mu gjallë duke mi marrë punë të mija. Duke të plerë punët? Po, normalisht. Kështu që ka njerëz dhe që unë, me thonë drejt, edhe i që më i respektoj edhe si artista që unë kom mësu për tyme shumë, kështu që ka shumë njerëz, pa dyshim që ka shumë njerëz. Pa njerëz edhe arti nuk bëhet, pa njerëzit që dojnë punën tonë nuk mundesh me ecë përpara, kështu që duhet me pas edhe një mirënjohje për njerëzit të cilët të mbajnë në fakt edhe të respektojnë. Unë kom pas shumë shokë e miq që kanë ardhur për Prishtinës në hapjet e ekspozitës që për mua është punë e madhe normalisht. Cili është synimi që ke me pikturën? Synimi është me mri sa ma shumë me dhanë prej vetës, sa ma shumë me qenë original në ato çka e një, çka përjetoj. Kjo është, mendoj që është synimi shumë prej artistëve që sa ma shumë me nxjerr prej vetës edhe me dhanë që shikuesi ose ai ardashësi me pa atë mbrëmsinë tona. E ndan dot pikturën në tema të mëdha dhe tema të vogla? Jo. Gjithçka që pikturohet është e madhe. Vetëm mënyra qysh ti e pikturon, domethënë e bën më të madhe ato që ti e bën. Nuk është nganjëherë nuk është më rëndësi shumë se çka pikturon, po mënyra si e pikturon është shumë më e fuqishme mendoj unë. Sa beson në emocion? 100%. Pa emocion nuk imagjinohet, kjo është shumë personale, nuk ka. Ajo është e para që ti duhesh me pas, nëse s'ka emocion nuk është vepër arti, unë them me mbulu sipërfaqe, kështu që nuk. Dhe ajo pastaj nuk ka asnjë vlerë. Ja. Atë mund ta bëj kushdo dhe një fëmijë. Ja, mbulimi sipërfaqe nuk ka asnjë vlerë. Po ka dhe tilla piktura sot? Ka. Si shikon artin pamor në Prishtinë dhe në Shqipëri dhe sa njeh si terren? Në Prishtinë një shumë mirë mendoj. Edhe në Tiranë kom fillu me njoh pak më shumë, më ka ra kohëve të fundit që kom rri me pa diçka pak më shumë, kështu që mendoj që edhe këtu e njoh, po jo si Prishtinën që janë normalisht. Si është atje gjendja e artit pamor? Me thonë drejt, mendoj që ka shumë artistë mirë, edhe në Prishtinë, në Kosovë. Së është domosdoshme të kesh konkurrencë? Po, ajo do në ma të fort normalisht. Ajo të bën atë shtynë që ti duhesh me ecë ma shumë, normalisht se kur ki konkurencë edhe ti edhe për ty është mirë, po në momenti që s'ki konkurencë do me thonë ti vetë knaqesh edhe mendon që je ma i mirë derisa nuk shet diçka tjetër që është ma i mirë se që ajo. Mendoj që ka artista shumë të mirë edhe në Kosovë dhe në Shqipëni, mendoj që mungon kjo marketingu, mungojnë njerëzit që merren me menaxhimin e artit edhe të artistëve. Në të dy palët? Po. Që jashtë për shembull asë një artist që e kom taku që ka qenë i suksesshëm, dhe më thonë nuk ka ndodhur mos me pas një ose dy menaxher që udhëheqin punën, që udhëheqin ekspozitat ku kam i mbajt, dhe më thonë ata kanë orarin për disa vite me radhë ku kanë me ekspozu, që ati i bjen vetëm me pikturu. Ka kalendar të mirë përcaktuar? Po, normalisht. Ndërsa këtu e bën vetë artisti? Këtu vetë du të mi bë artisti edhe pikturën, edhe mu kujdes për shitjen, edhe menaxhimin, edhe ku me bë ekspozitën, dhe më thonë kjo është një, si me thonë, një handicap. E merë kohën shumë të madhe të artistit, kohën më të vlefshme e merë për më marrë me punët teknike që jashtë dhe me thonë e kanë të zgjidhur këtë problem. Ka njerëz që kryjnë e mbarojnë shkollën për atë punë dhe ti nuk i nevojë më marrë me kurrë tjetër veç me punën tonë. E kjo mungon me nejtë në në Shqipëri edhe në Kosovë. Edhe në Ballkan mendoj që mungon. Për që ato është, si me thonë, Ballkani ka artista që kanë mri me vetë deportu dikon përmes njerëzve jashtë që i kanë, se dhe me thonë me artin këtu bëhet kaq sa bëhet.
Ma shumë nuk mundesh me bo se për me bo një ekspozit këtu edhe me pas këtu çka po ndodhin tash momentalisht. Do të thonë kjo është mundësia këtu. Mundësi tjetër nuk ka. Mundësi tjera nëse menaxherët të mëdhej që... Por që ndë pjesë e bienaleve të mëdhaja, ekspozitave të mëdhaja, ku është vërtet arti bashkohor. Po për me mri aty do të thonë duhet njerëzit e caktuar, vetë nuk mrihet atje. Të ne mungojnë. Mungojnë normalisht. Këtu normalisht në Kosovë, po edhe besoj që edhe në Shqipëni është njëjtë, janë njerëzit që caktojnë dikon prej artistëve me marrë pjesë në për bienale që marrë në për... Ka komisionet caktuara dhe ministritë... Po tash këto komisionet e caktuara janë komisionet caktuara që vani vogël zgjedhin ato që kanë dëshirë për ta zgjedhur. Dhe që njihen. Po, e kështu që kjo nuk është e vërteta krejt që ka ndodhur në Kosovë dhe në Shqipëri. Nuk e përfaqëson asnjëri prej artistëve që shkon në bienale, që më thonë ky është arti më i mirë që na prezantojmë ose e kemi. Kështu që mundet me ndodhë që është e kundërta, por nuk ka njerëz që kanë hime hulumtu pak ma fell çka ka dhe diçka tjetër. Faton, me qënë se ju për 20 vitesh nuk jeni ndarë penelave dhe cili është mesazhi që jep çdo të riut i cili e ndëron si ti për të bërë piktor. Ju ishit shumë i vogël që ndëronit për të qenë piktor, që mos dorëzohet, sepse duhet maratone gjatë për të rezistuar edhe nga vështirësitë e forta që ju i thatë paksa. Shumë e vërtet, unë mendoj që mesazhi më i mirë është për ata që dojnë me qenë artist, me mbijetuse, kohës du të më mbjetu artisti. Mendoj që është dashnia. Dashnia për ato që e bën. Dashnia, emocioni janë gjanat primare që duhet mi pas për me bo artin që e nin. Nëse këto janë me një masë të caktuar, aty mungon edhe suksesi mas një. Dhe është e vërtet, në çdo punë dhe në çdo profesion, nëse nuk e bën me dashuri dhe pasion, je i destinuar për mos të arrit në sukses. Mundet me mri deri me një pikë të caktuar, po mendoj që sa është dashnia është edhe suksesi. Ke besu fort edhe e ke arritur në këtë farë. Po, edhe vazhdoj me besu. Ishte kënaqësi që ishte këtë pas mësnatë, që zhvilluam së bashku këtë bisedë mjaft të këndshme. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi edhe për mua, kështu që më vjen mirë shumë. Faleminderit. Faleminderit. Miq, kjo ishte pas mësnatë. Takohemi sërish nesër.